Ka qenë një reagim i Erion Braçës për Elisa Spiropalin, një reagim soft, por që gjithsesi tregon që në Partinë Socialiste lëvizin ujrat. Ka një mendim të përgjithshëm që në partitë shqiptare është e pamundur të çosh zërin sepse aty mbretëron Berisha dhe Rama. Në fakt është thjesht një iluzion, sepse edhe në vendet më diktatoriale, ku mendimi ndryshe ekzekutohet, e vërteta është që ka gjithmonë një opinion ndryshe. Qoftë ky edhe 40%. Kështu që aq më tepër në një parti në pushtet si Partia Socialiste ka pakënaqësi më të mëdha sepse ka pakënaqësi në ndarjen e tortës së pushtetit. Erion Braça u vetë ofrua si kandidatur për Bashkinë e Tiranës. Natyrisht që ky ishte qoftë një tërheqje vëmendje për Edi Ramën për t'u vetë ofruar, po ishte edhe shprehje e një fraksionimi të Partisë Socialiste, sepse Braça nuk është një personazh i sponsorizuar nga Edi Rama. Është i vjetër në Partinë Socialiste. Dhe në një farë mënyre ai kërkon që të grumbullojë rreth vetes atë pjesë të elektoratit, atë pjesë të Partisë Socialiste, e cila nuk po merr pjesë në tortën e pushtetit. Rama natyrisht që në këto 13 vjet është kujdesur që t'i çoj në sofër her mbas here, t'i lej për një periudhë kohe, t'i heqi dhe duke i mbajtur me shpresën që shiko, do vini prapë dhe një pjesë të tyre i ka rikthyer prapë. Por është një pjesë e cila mendon që gjithmonë i takon më tepër se sa merr. Dhe kjo është prapë njerëzore. E dyta vjen Elisa Spiropali. Duhet thënë që Braça si fillim pra sa dim është më i strukturuar. Ndërsa Spiropali deri në këtë moment e kemi vetëm në deklaratat e saj në Facebook. Si do vazhdoj kjo histori? Unë e bëra edhe një koment dje dhe ajo që vura re ishte që një pjesë votues të bindur të Partisë Socialiste thonë që kjo është thjesht një pakënaqësi e saj personale e cila nuk mund të ketë jehon. Po këtu dua të sjell në vëmendje diçka. Njerëzit kur të votojnë nuk është se marrin shumë parasysh nga vjen ti, çat tipi je, a e shkuara jote, domethënë jo po ke qenë servil, jo po ke qenë kundërshtar, jo po ke qenë me Partinë Demokratike dhe bëhe shkot me PS-n. Të gjitha këto nuk vlen. Njerëzit shikojnë interesin e tyre dhe shikojnë a je në gjendje ti që ti përmbushësh këto interesat tona. A kemi vënd ne në sofrën tënde? Dhe këtu po bie shembullin aq të përfolur të Hungarisë, i cili u mor me të gjitha shikose, vjen ndryshimi, thyhet diktatura e broshkolla të tilla. Ndryshimi në fakt aty erdhi nga brenda sistemit. Personazhi që u votua, Magjar, ishte një personazh i cili ishte rritur brenda sistemit dhe ishte pjesë e sistemit deri vonë. Ai padyshim që mund të konsiderohet pjesë e suksesave dhe gjunaheve të Orbanit, sepse ka marrë pjesë në orgjinë e pushtetit. Por, a i gjeti telin e duhur për t'ju thënë njerëzve që shikone dhe duhet të ndryshojmë sepse kemi këto probleme dhe mund të bëhet më mirë. Dhe ofroj në sofrën e tia shumë veta. Dhe nuk vlen edhe akuzat që mund të jenë bërë, i korruptuar, e më the të thash, e të tjera akuzat të cilat dihet që bëhen edhe i pandershëm se ishte ndarë edhe nga gruaja. Kështu që dihen që këto akuza bëhen vazhdimisht. Problemi është që momentalisht në sofrën e pushtetit socialistët kanë një deficiencë të madhe, sepse o duhet jesh pjesë e klanit të Belinda Ballukut në këtë moment. Rama nuk është se ka ndonjë klan, në fakt Rama kur s'ka pasur klane, gjithmonë promovon personazhe. Pra, në këtë moment ose duhet jesh pjesë e klanit të Belinda Ballukut, ose ti nuk merr pjesë në sofrën e pushtetit. Dhe duhet thënë që pushteti sa do i madh që tjetë nuk është se i kënaqit dot të gjithë. Kështu që ndoshta Balluku ka dëshirën që t'i bëjë që të gjithë pjesë të sofrës, po e ka të pamundur. Plus pastaj që hynë edhe koeficient të tjerë, po sa besnikije, po sa rentabël je e të tjera. Kështu që kjo në një farë mënyre, pavarësisht se në mënyra soft si Braça apo në mënyra më acide si Spiropali, janë gjithsesi
një tharm, një lloj krize që është brenda Partisë Socialiste. A do di ta ekuilibroj Rama këtë? A do mund të ta shtypi? Unë mendoj që edhe mund ta shtypi nëse shkon në raste ekstreme, nëse nuk përpiqet që të gjej një mënyrë bashkëtese, në mënyrë që ta rindaj sofrën e pushtetit, qoftë me Bashkinë e Tiranës, e cila sot s'diku ka kokën. Ose mund ta shtyp dhunshëm, siç bën çdo personazh i plot fuqishëm, siç bëri Berisha me Saliani për shkakun, që i tregoi direkt rrugët. Mirë, po kjo kam frikë se në një farë mënyrë bie në mpakjen e mbështetjes edhe të ndjekësve. Gjithsesi, kjo është në dorën e Ramës dhe llogarit ai bën më mirë se kushdo. Si gjithmonë, në fund, ju rekomandoj të bëheni pjesë e kanaleve tona në YouTube, drejtarit edhe të kanalit Rudina Xhunga. Faleminderit.